Se ka 6 muaj që nuk ka sjellur ndonjë projekt muzikor, ajo ka qenë pjesë e shkrimeve të shumta, sidomos për disa fotografi, të cilat përveç se u lavduan, morën edhe kritikat nga djegësit e saj. E kam fjalën për këngëtaren simpatike Yll Kakuqi, e cila vjen sonte në prive për të na shpalosur më shumë detaje për jetën dhe punën e saj. Kryon rallë, por gjithmonë me maturi. Kjo është metoda e punës e Yll Kakuqit. Edhe pse kanë kaluar 6 muaj pa ndonjë projekt të ri, këngëtarja nga Gjakova e arsyeton këtë pauzë gjysmë viti. Përdesa nuk gjej diçka të mirë, të bukur që me të vërtet mundet me lënë gjurmë, nuk kam qef shumë mu marrë dhe mu angazhu, për arsye se çdo projekt kërkon angazhim maksimal. Nuk është veç një këngë dhe veç me këndu edhe hajtë, po është impenjim shumë i madhe dhe realizim të këngës edhe të klipit. Me bo një këngë, mos me bo një klip asaj këngë është si me bo këngën edhe me gjujt. Do me thënë nuk është mua ju koku veç si audio mundet me funksionu dishka. Mirë po ky pushim i këngëtarës në lidhje me projektet muzikore, duket se do të kompenzohet shumë shpejt, pasi Yll ka është në përgatitje të 3 produkteve të reja, të cilat deri në pranverën e vitit të ardhshëm do të jenë të lansuara. Mirë po tash jemi ardhur te 3 projekte që janë të mia solo, që jam duke i realizuar dhe ma merr mendja që 2 prej tyre kanë me dalë për vit 3, do të xhirohen në programet e vitit 3. E pa tjetër që kanë qenë mas vitit 3 edhe me klip. Ky angazhim ka qehofshëm në muzikë nuk ka të bëjë vetëm me këngët e reja, por edhe krijimin në një albumi, puna për të cilin ka filluar tash një vit, e që pritet të finalizohet diku në muajin e 4 ose të 5 të vitit e ardhshëm. Në fakt, albumin e komendu ma herët, mirë po edhe ajo më mbeti një plan zhag, për arsye se kisha qef mi kompletu edhe këto këngë që veç që isha tu i prit, edhe kisha dëshirë me qenë gjitha me një album. Ma merr mendja që kur të realizohen edhe këto 3 projekte që i kam në plan, do të kompletohet albumi edhe do të del edhe me këngë singlat që i kam pas gjatë 2 viteve të kalume, më thonë edhe me këngën që e përmende A ke zemër, ose I mallkuar, ose Të kujtoj, do më thonë janë 3 këngë të fundit që kanë pas goxha sukses, edhe më mendja që edhe këngë tjera do t'i bashkangjiten, edhe shpresoj ta kenë suksesin e njëjtë ose pse jo dhe më të madh, edhe tjetë një album I mirë I këndshëm me gjitha këngët e mia të viteve të fundit. Pavarësisht se gjatë këtij viti nuk ishte edhe aq aktive, këngëtarja Kakuqi nuk u harrua nga mediat. Madje këto ditë ishte ndër më të përfolurat e shkrimeve roz, e arsyeja është kjo fotografi. Paraqitja e këngëtarës në Instagram me këtë fustan ekstravagant për fansat e saj nuk ishte shumë e zakonshme. Ndjekësit në llogarinë personale të këngëtarës përveç se e pëlqyen, gjithashtu e gjykuan me komente nga më të ndryshmet. Mendoj që na si femna I kemi disa atribute, jo vetëm intelektuale, po edhe fizike, që edhe nëse I ekspozojmë nuk është keq, nëse ekspozojmë bukur. Edhe në kuadër të kësaj edhe unë mendoj që ai ekspozimi im në atë fustan, konsideroj që mbi të gjitha ka qenë I bukur, për atë arsye dhe kom pas guxim me prezantu edhe me foto. Edhe nuk jam pishman, as nuk e shoh si diçka jo të mirë. Përderisa duket bukur është e pranueshme, përderisa unë jam ndi mirë. Edhe unë me atë veshje nuk shkoj në punë, as nuk dal me pi kafe, mirë po me atë veshje unë e guxoj me dalë në skenë, tek e fundit jam artiste dhe skena është për show. Sipas këngëtarës nga Gjakova, kjo nuk është paraqitja e parë me një veshje transparente. Fotografi të ngjashme ajo ka postuar edhe më parë, e të cilat janë pranuar si normale. Në atë fustan, dekolteja nuk është këtë formë, po është e kthyme mrapsht, në këtë formë kështu. Edhe para mendo sa ndryshim shumë I madh është për vlerësimin e dikujt nëse ja ndron anën dekoltes. E me këshyrën në sens është diçka shumë e vogël për mu ka për ta dhe me thonë dikujt e marrë do të me të ardhë ose pamoralshme ose çfarë do që kanë qenë komente. Do me thonë, është diçka e ligë, edhe nuk du më marrë me to as du më ndiku prej kësaj.
Unë kam edhe foto tjera ku e kam një pjesë trupit ekspozume. Pavarësisht gjithave, ajo nuk është ndikuar as pak nga komplimentet dhe paragjykimet, pasi pohoj se do të vazhdoj të postoj fotografi të cilat paraqesin stilin e saj në një veshje që ndihet mirë. E duke i lënë anash të gjitha këto ngjarje, rikthehemi në 34 vjetorin e këngëtares Kuqi, e cila për rastësi sonte feston ditëlindjen e saj. Këngëtarja është e lumtur për të arriturat e saj gjatë gjithë këtyre viteve, derisa ka për të përmbushur edhe një mision. Unë konsideroj që kam edhe shumë gjëra për me bo. Një ndër ato që unë konsideroj që kam nevojë me i përmbush është roli i nanës, të cilin besoj që do të arri së shpejti, edhe mandej të shohim se çka ka me tjetër. A ka diçka tre? Jo, ende nuk ka diçka tre. Do t'ju tregoj në momentin, do ta postoj foto në Instagram. Ylkës i urojmë edhe shumë vite të lumtura, ti plotësohet dëshira për t'u bërë nën, e gjithashtu i urojmë një vit të mbar e të suksesshëm. Plot piklim që mike, ku jeti?